U shoqërua me tingujt e Cadillac Dreams nga Bana Zahiti. Banën tashmë e kemi në një lidhje të drejt për drejt nga Gjermania. Bashkë do të diskutojmë rreth muzikës së saj dhe gjithçka tjetër. Bana, përshëndetje dhe faleminderit shumë që u bëre pjesë e Ekspresit. Përshëndetje Dona, faleminderit për mundësinë online, mëse më karo, më këthy në Gjermani. Knatësi, gjithsesi ne do të presim edhe në studio kur t'jeshe pranishme këtu në Kosovë, por që kësaj radhe do të lidhemi kështu online me fansat e tu dhe me publikun, kështu për të njoftuar pak më shumë me muzikën tënde. Faleminderit shumë për ftesën, jam shumë e kënaqur me ka me juve virtual. Atëherë Bana, ke vetëm pak vjetë që ke debutuar në skenën tonë muzikore, por që me njëherë ke sjell një stil shumë të veçantë të muzikës dhe një stil mjaft të jashtëzakonshëm. Trego fillimisht sa je e kënaqur me mënyrën se si të ka prit publiku shqiptar dhe si të priti publiku shqiptar. Në përgjithësi, publiku shqiptar më ka prit shumë mirë, besoj. Kom pas ndjesin që njerëzit e vlerësun faktin që im ardhë me diçka tamën, se unë vi nga një tjetër botë, me tjetër provoj, edhe mendoj që ka bo muzikën time pak ma ndryshe edhe prit shumë mirë më doket. Po. Atëherë, vetëm para pak ditëve, Bana ke lansuar edhe këngën tënde të re që e ban titullin APF, por që shqiptohet Apumfil, dhe është një këngë që ka shumë ritëm dhe shumë e kafshme për veshjen dhe besoj që shumë shpejt ka me gjetë publikun e vetë në mediat online si TikToku dhe Instagrami. Po më intereson të adia, po planifikon me i sjellë edhe videoklip, se jo, që kjo këngë të shpërndahet pak më shumë tek një publik më i gjerë. APF nuk ka dalë se single klasik kështu, s'kena planifiku video, kore kena kontribu, sepse është pjesën një mixtape-et një kolektivit në Prishtinë, quhet Narcizëm. Narcizëm është një pjesë e rëndësishme e valës tre muzikore në Kosovë. Njerëzit që më përcjellin që disa kohë e din që unë shumë besoj në qatë valën e re. Jam shumë ndëruar që jam pjesë që asaj projektit, edhe projekti kryesisht u kanë idea më e rëndësishme, ama në të ardhmen këshyrum çka vohet pse jo, të këshyrum. Po kam vënë në re që disa pjesë të këngës ka njerëz që vetë se kanë fillu me i realizu kështu si reels, që ju themi ne, video të shkurtra për rrjetet sociale. Si ndihesh kur komunikon kaq mirë muzika jote me fansat e ri? E një vetën shumë e konfirmume, se jo veç se artiste, po edhe si njeri, se unë muzikën të ham që e bëj gjithë me shtoj pjesë të mija shumë edhe nëse dikujna i pëlqej muzika, do me thonë edhe që kështu se personi do këna pak ma i përshqatë shumë, të që s'po di që shumë. Bana, ti po ashtu i shkruan këngët e tua, po jo, më trego sa është rëndësishme kjo pjesë për formimin tënd artistik? Shkrimi i këngave për mua është thelb artistik, se unë du me tregu historinë ta me fjallët e mija, edhe nuk du me shtet në narrative për jashtet që vinë, që mundon me më definu për jashtet. Unë du me ka në kontrol, edhe pse jam rrit në Gjermani, edhe kom nis me shku Shqip ma vonë, nuk do me thonë që do me kanë krejt perfekt, se e kam ndo këtë në autenticitet, që të regan emocionin në qatë moment që shështë, apëdën edhe qaja është më rëndësi, thjeshtësia dhe sinceriteti. Atëherë, unë mund të them se e ke realizuar edhe një bashkëpunim me një prej artistëve më unik të skenës sonë, që është La Fazani, dhe që të dy keni shkëlqyer së bashku në këngën tuaj Fire. Trego si erdhi deri te ky bashkëpunim, Bana? Ftesa ka ardhur prej La Fazanit, na jemi njo në festivalin e këngës në RTK, edhe mas disa javë më duket ma ka propozu që të këngë, me njerë më ka pëlqyer ideja. Edhe përveç bashkëpunimit, po duhet me thonë që e kena kriju një shoqëni shumë të sinqertë me njërin tjetrin, edhe La Fazani mu gjithmonë më ka inspiru me najt vetja, e cila nuk është shumë e zakonshme në këtë industria, përdën. Edhe kënga është një këngë kështu dashurie, po që është e formuar në asi mënyre që i përshtatet shumë zhargonit me cilin fjalët të rinia sot, apo jo? Jo më nu, në atërë si më konë hala kështu në slang të Prishtinës, ama ka dalë që atërë më duket ja kom niska pak. Mi incorporate që ato sana.
Shumë bukur. Po bana ti e ke një zë që vërtet hipnotizon kur interpreton balada, po në anën tjetër kur sjell këngë pak më ritmike, i sjell edhe shumë fuqi edhe energji me zërin tënd çdo projekti. Ajo çfarë dua të pyes unë është çfarë mendon ty se të veçon si artiste dhe çfarë do të doje ti që fansat e tu të muzikës tënde të vlerësojnë tek ti? Unë mendoj që publiku jam e vlerëson atë shumë të që nuk e kufizoj veten me një formë të vetëm, më me kënu balada, më me kënu këngë ma ritmike, ama prap unë mbetëm unë. Edhe kam qef me bo qatë muzikë që kom dosh me ndigju, po s'ka egzistu, kështu se s'menona, apo kam edhe që kjo kënga jo, edhe shti shumë pasion edhe dashnin që atë sen, edhe kam qef me ditë publiko, po besoj edhe që dhe që tash, janë të kap, që ashtu. Pajtohem me ty, po si ka qenë rrugtimi të bana deri në këtë pikë, rrugtimi me muzikën, sepse unë e di që ti jeton në Gjermani, por kryesisht interpreton, këndon këngë në gjuhën shqipe. Po, shumë sen interesant, ama nuk është aq kontradiktore që do këtë që kjo sen, se Gjermania dhe Kosova e ka një lidhje shumë të fortë, sidomos përmes diasporës, edhe kjo sen reflektohet shumë në stradë muzikore edhe në Gjermani, se unë e kom qenë ma herët në kontakt me industrinë gjermane, edhe kom vrejt që të sen që lidhja për në me është shumë e fortë mes që ty në dy tregave, edhe nëse publiku im kryesor është në Kosovë për momentin, ama peshat që interese poritet edhe jashtë, edhe dyqysh në gjdo ditë që can jam të vret, të ndje. Në fakt edhe të pjesët anglisht kur interpreton bana, sidomos edhe të kjo kënga Cadillac Dreams, të cilën e transmituam në kuadrë të këtij ekspresi, tingëllon si mos me qenë shqiptare, kështu që ke një theks vërtet veçantë. Faleminderit shumë e dona, shumë e vlerësoj që të Nuk po kam se si të mos komplimentoj, sepse me të vërtet më ka pëlqy muzika jote deri në këtë pikë, kështu që do shta na falë që sot po merr pak më shumë komplimente. Atëherë, duhet kalojmë të diçka tjetër. Më intereson të adi bana debutimin për para publikut shqiptar, për para publikut kosovar dhe në këtë rast e ke bërë në skenën e festivalit të këngës në RTK apo ku? E vërtet në skenën e festivalit të këngës në RTK. Jem kohë më aktiv kështu në rrjetet sociale më herët, ama shumë njerëz nuk e din që unë për 5 vjet nuk kom qenë në Kosovë, se jem kohë në nxanë me studime intenzive në Gjermani, edhe kur kom ardhë për festivalin e këngës, që ajo kanë hera e parë mas 5 vjet, do më thonë, edhe që ajo paraqitje ma ka mundësu rrugën me hi në Kosovë edhe më njëftu me njerës që është trego muzikore atë. Edhe nëse nuk është shoh vetën pa tjetër në festivalet në televizion, përvoja kanë shumë e vlefshme për mu. Sigurisht, po besoj që ka me mbet emocioni më i bukur. Pa tjetër. Mirë, po njëkohësisht në verën e vitit 2025, pra verën e kaluar, ti debutove edhe në një prej festivalive më të mëdhaja që organizohet në rajon, por edhe në vendin tonë, që është Sunny Hill. Si u ndjeve në atë skenë, bana, na trego pak, na shpalos pak për përvojën atje. Sunny Hill ka qenë një moment magjik për mu, se gjithmonë kom pas një hapësirë ku unë si artiste mu përshqatë në mënyrë mandatër shumë. Kom pas edhe shumë vështirë me stilin tam në fillim këtu në Gjermani, me marë gigs dhe performanca, dhe ndina shumë e konfirmu nëse artist edhe si njëri që Sunny Hill mu më ka po, më ka ftu edhe ma ka japë mundësin më përballu me një publik që më ka ndjek prej kohësh, po edhe njerëzit që më ka njoftë për para, edhe energjin e lidhje me publikun që e kom pas kur s'kom haru. Po ashtu falë Sunny Hillit, bana ti arrite me përjetu edhe një tjetër eksperiencë të bukur, ta them, kështu duke e përfaqësuar Kosovën në festivalin ESNS. Na tregon pak më shumë rreth performancës në këtë ngjarje, çfarë do me thënie ka pas ajo për karrierën tënde? ESNS ka qenë përvojë jashtëzakonisht e veçantë, prej planifikimit, për zgjedhja e ekipit, edhe deri të performanca deri në kena kalu krejt, qëto sana, gjithçka ka qenë shumë intenzive, po ishte ndere madhe për mu me përfaqësu Kosovën për herë të parë në një event të tillë, edhe për mu personalisht, kjo përvojë më ka jap edhe shumë besim që edhe me tregu që jam e aftë për mi përballu sfidat mëdha artistike në skenë qësaj mënyrës.
Po cili është zhanri, të thoshe ti që i muzikës tënde, cili është taj zhanri që ti interpreton edhe ndoshta mendon ndonjëherë pse jo me bo ndonjë mix, pak edhe me tradicionale? Kështu stili jam që shumë përshkruajnë mediat, për gjithësi është se artiste alt R&B, edhe më pëlqen që ajo sen që po kontekstualizona në trego evropiane në këtë mënyrë, ama pa tjetër unë nuk saktona shumë të gjanrat, unë e bëj qatë muzikën që kam qef me ngu, që s'ka egzistu ma heret, që s'ka egzistu në këtë gjuhë edhe në këtë kontekst kulturore, do më thonë. Tradicionale kam qef mi përzi edhe i kom përzi ma heret, po ma shumë i përzi me këndem, se e kom pas ndikimin për që më kam fëmijë që kena ngu shumë këngë tradicionale Shqip. Fantazi, po cila prej këngëve tua Bana do të thoshe se e shfaq më së miri, e vë në pa, vokalin, kapacitetin tënd vokal, po gjithashtu edhe krijimtarinë artistike? Po folëm tash për këto këngë që i kom qitë deri që tash, kisha thonë për balad, është një këngë thiret Underwater, ajo shkresë është anglisht, ama i ka da fjalë Shqip, këto e kënej. Edhe më pëlqen ajo këngë sepse më i më shfaq më së miri kapacitetin tam vokal në R&B, sidomos live. Ndërsa për këngë ritmike kisha thonë Dukat, me cilën kom debutu në RTK atëherë. Është një nga kënga më sfidusëm i kënu në skenë, mos më trajt. është bashkë në qasë këngë që intrigon që ato ndikime të muzikës tradicionale shqiptare që i kom një prej fëminisë. Shumë titull i bukur, ka kohë që nuk e pas kam dëgju fjallën Dukat. Atëherë, Bana e di që je duke punuar edhe rreth albumit, na trego si po shkon puna, në çfarë procesi je momentalisht? Momentalisht jam në fazë më intuitive të albumit. Jam të shkru shumë, jam të ngu shumë, jam të ledh idea, tingoj, edhe nuk janë da kam që i kam të nëshizune, po thom që hala jam në fillim, edhe nuk kam qef me ndjek regula fikse, sepse është albumi im i parë, edhe du me ndërtu në mënyrë që unë e ndje emocionalisht mas mire. Tjetër. Atëherë unë të uroj shumë suksese me realizimin e albumit, me realizimin e këngëve, edhe sigurisht se ne të mirëpresim fizikisht këtu në studion e Ekspresit kur vjen koha me promovu këtë album. Unë kënaqa shumë në këtë bashkëbisedë Bana, faleminderit shumë që gjete kohë për shikuesit tanë. Faleminderit shumë Edona dhe të gjithë ekipet, kaloni bukur edhe tonk. Miru pafshim Bana. Miru pafshim.